Pra ishte një ballafaqim deklaratash të 2021 të zotit Rama dhe 2026-ës. Çfarë ka ndryshuar, Nisida? Ne, jo vetëm që s'kemi asnjë port të ri, asnjë aeroport të ri, nuk kemi asnjë ekurudh të re, nuk kemi asnjë rrugë të re, gjitha këto përgjegjësitë e ish zëvendës kryeministres Balluku, por dhe ato që kemi pasur, ose janë në SPAK, ose kanë dalë hapur si afera korruptive, dhe ato që synon kryeministri që mund të bëjnë një të ardhmen, do ta vendosë ai se kush do ta fitojë. I njëjti model si me aeroportin e Vlorës, i cili s'ka ndërmend të përfundohet, dhe ne nuk e dim se kush e ka marrë, si e ka marrë, si e kanë dhënë. Aeroporti i Kukësit dim që është ka mbaruar, nuk hapet. Ky i Tiranës është monopol, po te portet çka kemi bërë? Ne kemi dhënë portet për ndërtim pallatesh. Disa të tjerë si ai limanit është në SPAK, ndërkohë që dhe mund bëra pyetje në parlament, pyeta nismëtaren, e cila nuk u përgjigj. Thash, ku e keni marrë si model? Në tonë një vend. Ta dim. Që s'është marrë nga një vend si model nga Bashkimi Evropian. Jo, s'ka model. Ose me kë koncesion tjetër të suksesshëm e referoni në Shqipëri, me incineratorët, me portin e Durrësit, me portin e Vlorës, me koncesionet e rrugëve që po rjepin shqiptarët, më fal. Tani nuk ka asnjë referencë. Zoti Kapri, e kam parasysh edhe ato çka mbajtet qendrim në kuvend, sikur që thoni që është korruptive gjitha kjo, por disa arsye tjera pse kundërshtoni përveç pjesës korrupsionit. Është pjesa e modelit që ka ngritur kryeministri për të mbajtur pushtetin e vet. Pra, kryeministri ka zgjedhur një grup njerëzish të afërt të tij, i cili u jep koncesione, leje, licenca, pra i pasuron. Dhe përmes këtyre ai mban pushtetin. Dhe gjithë ekonomia vërtetet rreth tyre. Po të shikoni ju, vetëm ata pasurohen, vetëm ata shtojnë të ardhurat. Po nëse flasim për zona që duhen zhvilluar, a është dakord që të zhvillohen këto zona dhe mos mbesin ashtu siç janë? Po jo, Nisida, ky është modeli afrikan tani. Nuk është modeli evropian. Që të zhvillosh një zonë, të bësh një debat. Dhe debati është si do ta zhvillojmë këtë zonë. Dhe mbasi të biesh dakord rreth debatit që ka nevojë për zhvillim, zhvillimi duhet bëhet me konkurs.